Një tragjedi e rëndë ka tronditur qytetin e Porkarit në provincën e Lukës në Itali, ku 4 antarë të familjes Kola humbën jetën si pasojë e helmimit nga monoksidi i karbonit, ndërsa një i afërm i tyre arriti të mbijetojë. Si ndodhi ngjarja? Sipas të dhënave, gjithçka nisi mbrëmjen e së mërkurës. Në orën 19:58, Hajdar Kola telefonoi numrin e emergjencës duke kërkuar ndihmë dhe duke thënë se motra e tij nuk ndihej mirë. Telefonata zgjati rreth 11 minuta, por pak më pas i riu humbi ndjenjat. Në orën 20:03, ambulanca mbërriti në zonë, por në një adresë të gabuar. Gjatë telefonatës ishte dhënë numri civik 168 në vend të 186, me gjas për shkak të gjendjes së rënduar nga helmimi. Diferenca ishte rreth 350 metra, çka bëri që ekipet e ndihmës të humbnin kohë duke kërkuar banesën e saktë. Ambulanca nuk u largua, por pyeti fqinjt dhe trokiti nëpër banesa. Më pas u kërkua ndihma e karabinierëve, të cilët arritën të identifikonin personin që kishte bërë telefonatën dhe të gjenin adresën e saktë. Në orën 21:46, ambulancat mbërritën përpara banesës së familjes Kola. Turim Kola, vëllai i viktimës, së bashku me 2 karabinierë, tentuan të hynin në shtëpi, por brenda mungonte oksigjeni dhe edhe ata u ndihen keq, duke pësuar helmim. Ndërkohë në vend ngjarje mbërritën zjarfiksit, të cilët siguruan ambientin, por për familjen ishte tepër vonë. Mjekët konstatuan vdekjen e 4 antarëve të familjes, të cilët u gjetën në një nga dhomat e shtëpisë. Turim Kola, i cili arriti të mbijetojë, u shpreh me zdhimbjes. Nuk munda t'i shpëtoja, më ra të fikët. Hetimet. Prokuroria ka hapur hetim për vrasje nga pakujdesia me shumë viktima dhe ka urdhëruar ekzaminime dhe analiza për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Nën hetim është edhe kaldaja e banesës, e cila rezulton e re dhe pjesërisht ende e mbështjellur me celofan. Hetuesit do të verifikojnë nëse ishte instaluar dhe kontrolluar sipas rregullave. Shtëpia ishte në pronësi të Arti Kolas, i cili e kishte blerë rreth 3 vite më parë, ndërsa familja ishte zhvendosur aty vetëm prej 6 ose 7 muajsh. Banesa ishte rinovuar pjesërisht nga veti zoti i shtëpisë, ndoshta me ndihmën e miqve. Dhimbja e komunitetit. Ngjarja ka tronditur thellë komunitetin e Porkarit, ku familja njihej dhe vlerësohej nga të gjithë. Miq dhe familjar janë mbledhur në shtëpinë e nënës së Artit, e cila për orë të tëra nuk ishte në dieni të asaj që kishte ndodhur, derisa më në fund mori lajmin e rënd dhe u ndje keq. Në shenjë zi është anuluar parada e karnavalit porkarese, ndërsa në kishën e San Giusto do të mbahet një vigjilje lutjeje. Edhe në shkollën që frekuentonte 15-vjeçaria Jessica, shokët e klasës kanë mbledhur poezitë e saj dhe kanë vendosur lule përpara banesës së familjes Kola. Një tragjedi që rikthen kujtime të dhimbshme. Sipas autoriteteve vendase, kjo nuk është hera e parë që monoksidi i karbonit shkakton një tragjedi të tillë në zonë. Një ngjarje e ngjashme kishte ndodhur edhe më 28 shkurt 1992, kur një tjetër familje me 4 antarë humbi jetën për shkak të një defekti në kaldaj.